Spitali Rajonal i Korçës do të nisë këtë vit një rikonstruksion të plot, një projekt i mbështetur financiarisht nga qeveria shqiptare. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori Litian Broka, një ditë më parë gjatë ceremonisë së organizuar në Fier, aty ku Spitali Teli Ndini i Korçës ka marrë edhe kartën e autonomisë menaxheriale, së bashku me 5 spitale të tjera të vendit. Ndërtesa kryesore e Spitalit Rajonal të Korçës ka filluar të ndërtohet në vitin 1927. 1927. Dhe me mbështetjen e qeverisë tuaj, pas 100 vjetësh, si vjet do fillojë të investojë Spitali i ri Rajonal i Korçës, i cili mund të inaugurohet në 2027. Kështu që bashkë me kartat hospitalore, ne jemi pas një investimi shekullor në rajonin e Korçës. Faleminderit. Me kartën e autonomisë menaxheriale, Spitali i Korçës do të ketë më shumë liri për të vendosur mbi administrimin e burimeve njerëzore, organizimin e shërbimeve dhe përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor, pa qenë i varur plotësisht nga vendimarrja qendrore. Ky proces është pjesë e reformës shëndetësore në Shqipëri, e cila synon të rrisë cilësinë dhe efikasitetin e spitaleve publike.